O veç prej mësyshit e kam. Unë jam Marta dhe kjo është mendimi jam. E keni pa qysh me të pa dikush që ka një farë energjie të ranë 3 ditë mirë nuk të shkon, që shto diçka si me ta prej rrugën maca e zezë. Po, që kjo energji mundet edhe me të ba me kajt 2 orë panal. Qeni histori, si e ka pa qikën e filanit Hasbia dojve, qika suratu, vaj, panal. Allah hila beson jun që si terse që persona caktum s'jellin energji të zëmt, ose ju s'jellin probleme, ose ju ndodhin ngjarje jo të mira pa pikën e arsyes. Këta të hujt po i theshin për që me energjisë të keqe. E tëna njët si mësyshi. Po, që ky mësyshi që e njohemi sidomos për ngjarje që suni gjejmë arsye pse po ndodhin kaq shumë gjana të këqija pa pikën e nevojës. Jo, ky i ka ditë 3 gjuhë, as emrin e vet s'pedin. Që shembull unë personalisht mendoj që fell çtu ka diçka, që secili mbar me vetë energji, po, m'doket që qasi aure. E që kjo aura është një energji që e rrethon trupin, pra si një mbështjellës rreth teje e që nuk shihet me sy. E populli jonë shumë mendoj që kema si energjie super të mirë dhe dashun për tjerë. Pra, dikush përçon veç mirë e do e kanë asi energjie si borg. E normal që sanët mandi jonë gjitse për cilën të tjerë. E ju popull mundohuni me ju i këtu në njerëzve sa ma shumë. E në mos mushi, bon janë i qysh ju dini mas mirë, ti mburoj e fort e energjisë t'juve, rini me energji të pastërt. Deri herën tjetër, syni keq me sy paft.